Jo. Gushti nisi me temperaturat e larta dhe zjarre. Më e madhja ishte një vatër e shfaqur në zonën e njohur si Matomar në territorin e bashkisë Finiq. Për shkak se flakët mund të përparonin në drejtim të Mesopotamit, u kërkua ndërhyrja edhe nga ajri për të penguar përhapjen e flakëve dhe për të shmangur rrezikun për zonat e banuara. Paralelisht me ndërhyrjen me helikopter nga ajri, zjarrfikësët dhe forcat e ushtrisë punuan për izolimin e vatrës dhe vënien e situatës nën kontroll. Ndërhyrja e helikopterit pas ditën e së dielës uli ndjeshëm intensitetin e zjarrit në fshatin Vilz, në postrip të Shkodrës, dhe shmangu rrezikun për banesat, por flakët ishin aktive edhe të hënën. Për shuarjen e plot janë angazhuar zjarrfikësit krahas forcave vendore të mbrojtjes civile. Ndërkohë një tjetër zjarr është regjistruar pranë fshatit Vanaj në njësinë administrative Libofsh. Flakët kanë përfshirë një sipërfaqe me shkurrë dhe pemë, ndërsa ndërhyrja e shërbimit zjarrfikës vijon për shuarjen e plotë të zjarrit. Një vatër zjarri u shfaq edhe në periferi të Cërikut, ku ndërhyrja në kohë e zjarrfikësve shmangu rrezikun për një banesë. Ndërkohë, pas 6 ditësh luftë me flakët, këtë të hënë u arrit të vijej nën kontroll zjarri në zonën pyjore të Dardës, në kufi me Sopotin në Librazh. Gjatë operacioneve nuk pati raportime për persona të lënduar. Autoritetet u kanë bërë thirrje banorëve të zonës, veçanërisht barinjve dhe personave që mbledhin bimë mjekësore, të tregojnë kujdes maksimal dhe të respektojnë masat parandaluese.